Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndar 131 milion lek fonde për partitë politike që garojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Partia Socialiste do të marrë 65 milion lek, ndërsa Partia Demokratike 44 milion lek. Kurse Partia e Lirisë do të marrë 9 milion lek, Partia Social-Demokrate dhe Partia Republikane përkatësisht 3 milion lek dhe 2 milion lek. Sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, fondet janë ndarë sipas përfaqësimit parlamentar të partive në vend. Në një takim me kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në Durrës, kryeministri Rama u shpreh për rëndësinë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Teksa i doli në mbrojtje spakut, Rama foli për votë që barazia para ligjit mos të jetë në duart e partive. Edhe çfarë do pala tjetër sot, që thot ne sa të marrim votën do ja marrim shpatën mbrapsh drejtësisë dhe gjëja e parë që do bëjmë atë shpatë do presim kokën e Altin Dumanit, atëherë asnjëherë shqiptarët nuk do kenë garancinë që barazia para ligjit është jashtë diskutimeve politike. Në momentin që ne YMBE nuk ka më fuqi askush këtu që të bëj lëvizje të tilla. Ndërkaq që Rama përmendi një premtim për infrastrukturën. Shumë e rëndësishme që ne në mandatin e katërt do bëjmë rrugën që Tur Bushi e kërkon që kur ka qenë i vogël, Tiranë-Krujë. Lulzim Basha sërish replikoi me kryeministrin Rama, i cili me ironi tha mbrëm se në vitin 2021 Partia Demokratike ka qenë më e forta që ai ka parë. Drejtuesi politik i koalicionit Euro-Atlantik ju përgjigj po me ironi në rrjetet sociale. Basha deklaroi se për herë të parë kryeministri nuk ka gënjur që zgjedhjet i vodhi ai. O Rame, për herë të parë një dhëntate s'ke gënjur. Është e vërtet. 2021 ishte viti demokratëve. Po ju avol dhe ti. Prandaj ke dash Saliu, se vetëm ai të man pushtet. Bone gjithë shka që të largohesh unë, ose bone pakt me Saliu. Se ti pyll me bufa do Rame. Terr për shqiptarët. Po i ke bo llogarit gabim Ram. 77 313 Rame. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar përplasjet në rrjetet sociale të Edi Ramës me Lulzim Bashën. Berisha deklaroi se kjo është një mënyrë e Ramës për të hequr vëmendjen nga situata në Bashkinë e Tiranës. Tash të informoj shqiptarët për të gjitha këto në mënyrë që të dinë dhe kur shihni që ju gjithë këtë skenar përpiqet ta mbuloj me shkëmbime idilike me Lul Bravën dhe Uni Katilin, jo kënga thot këtë, jo kënga thot atë. Gjakftotësia ekstreme e një mafiozi e padrinos e një kryetari të organizatës kriminale siç është Edi Rama, tha Berisha. Kryetaria e deleguar e Bashkisë së Tiranës Anuela Aristani firmosi 2 shkarkime të rëndësishme këtë të premte, duke larguar figura të njohura që janë besnik të kryebashkiakut Erion Veliaj. Pas këtij vendimi, Aristani theksoi se Bashkia e Tiranës vazhdon të funksionojë pa probleme, duke mbajtur të njëjtin vizion dhe angazhim që ka pasur gjithmonë Veliaj. Ajo shprehu mirënjohje edhe për mbështetjen e kryeministrit Edi Rama në këto kohë të vështira, duke siguruar se të gjitha kanalet e komunikimit janë të hapura për bashkëpunim dhe transparencë. Lajme nga rajoni. Hashim Thaçi rikthehet në Kosovë për të vizituar varrin e babait, të cilit të martën ju dalëm të mira e fundit. Ditën e ceremonisë mortore, Thaçit nuk ju akordua leje nga gjykata speciale në Hag, që e mba në paraburgim prej 2020-s. Si ish drejtuesi UÇK-s akuzohet për krime lufte, krime kundër njerëzimit, si dhe për përpjekje të palishme për të ndikuar te dëshmitarët. Presidenti Avjosa Osmani tha sot se vendimin për të garuar apo jo për një mandat tjetër do ta marrë duke pasur parasysh interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Mandati 5 vjeçar i Osmanit përfundon më 7 prill 2026. Njohësit e çështjeve politike janë shprehur se koalicionet e mundshme pas zgjedhore mund të përfshin edhe çështjen e pozitës së presidentit të Kosovës. Lajme nga bota. Aeroporti Heathrow i Londrës është mbyllur si rezultati një ndërprerje të shkaktuar nga një zjarr në një central elektrik, të bëri të ditur kompania administruese, duke shpjeguar për të garantuar sigurinë e pasagerëve dhe kolegëve, aeroporti do të qëndrojë mbyllur deri në mesnatë. Pasagerët këshillohen të mos shkojnë në aeroporte, të kontaktojnë kompaninë e tyre ajrore për informacione. Mbi 1300 fluturime u anuluan. Heathrow është aeroporti më i madh në Mbretërinë e Bashkuar me rreth 1300 ulje ngritje në ditë. Vitin e kaluar terminalet e tij pa një rekord prej 83.9 milion pasagerësh. Presidenti Trump njoftoi se së shpejti Shtetet e Bashkuara do të nënshkruajnë me Ukrainën një marrëveshje për mineralet dhe burimet natyrore, ndërkaq informoi se përpjekjet e tij për të arritur paqen mes Ukrainës dhe Rusisë po shkojnë shumë mirë.
Presidenti i Ukrainës Zelenski hedh poshtë çdo mundësi mbi pronësinë amerikane të termocentralit bërthamor të Zaporizhjes, siç njoftoi Shtëpia e Bardhë. Presidenti Trump me Zelenski gjatë një bisede telefonike diskutuan situatën rreth furnizimit me energji në Ukrainë e termocentralit bërthamore të vendit. Sport. Sot Shqipëria nis rrugtimin drejt botrorit 2026, ku qezinjt i pret një sfidë vështirë në grupin K të kualifikueseve, duke u përballur në Wembley me Anglinë favorite për vendin e parë në grup. Pavarësisht emrit dhe cilësisë së kundërshtarit, në kampin kuqezi janë optimist se mund të arrijnë një rezultat pozitiv në këtë transfert. Sikur të mos mjaftonte kundërshtari, kombëtarja ka probleme me mungesat. Hysaj, Mitaj, Balliu dhe Daku nuk janë grumbulluar për shkak dëmtimesh, ndërsa Kumbulla dhe Ismaili nuk ja dolën të jenë në fushë nga minuta e parë. Ndeshja Anglisht-Shqipëri luhet në orën 20:45 e transmetohet në Digital, ndërsa do të komentohet live në emisionin Paso në Top Albania Radio prej orës 20. Doqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Allaçi. Kjo është Top Albania Radio.